Lajmi të gjitha mediave botërore, këtë fundjavë ishte padyshim kapja e Maduros në Venezuelë. Megjithatë, pak e dinë se truri pushtetit të tij, por edhe një nga njerëzit më të rëndësishëm e influent të Venezuelës ishte ajo që konsiderohej luftëtarja e parë apo bashkëudhëtarja e Maduros dhe njeriu me cilën u kap atë ditë. Cilia Flores, e cila e ka vazhduar karrierën e saj politike në lëvizjen chaviste, e konsideruar edhe e vetshpallur si vajza e Chavezit, jo reale, por ajo politike. Ajo u njoh me Maduron pikërisht gjatë kohës së grushtit të shtetit, ku Chavez dëshironte të merrte pushtetin. E më pas u bë një nga njerëzit më të rëndësishëm të politikës gjatë kohës së vizitave të tij, i ishte shumë e afërt me të për shkak se e mbrojti dhe ishte pjesë e ekipit juristëve gjatë kohës që ishte i arrestuar për grushtin e shtetit. Pas marrjes së pushtetit të Chavezit, ajo është bërë për një kohë kryeprokurore e Venezuelës, ka qenë në poste të larta ministrore, si dhe filloi ndërtimin e profilit politik të Maduros, i cili ishte i zgjedhur si pasardhësi, asë kohë po vuante nga kanceri dhe po linte trashëgimtaren dhe pasardhësin e tij. Në vitin 2013, edhe kohë kur Maduro merr pushtetin pas vdekjes së Chavezit dhe zgjidhet president i Venezuelës, ata martohen, dhe pse të dy kishin qenë në një bashkëpunim të ngusht gjatë kohës së pushtetit, vinin të dy të divorcuar dhe arritën që të martohen dhe të vazhdonin jo vetëm drejtimin e pushtetit në Venezuelë, por dhe raportit të tyre personal. Nuk u konsideruar për një kohë shumë të gjatë si zonja e parë, për shkak se ata kishin qenë të martuar më parë në martesa të para dhe u quaj dhe mor një emërtim të ri që ishte luftëtarja e parë. Pas pushtetit të Maduros, ajo vendosi ta lindte karrierën e saj politike, e cila kishte qenë shumë aktive dhe të tërhiqej për të patur në fakt pushtetin në prapaskemë. Është konsideruar si një nga njerëzit që ka vendosur se kush qëndron dhe kush jo në pushtetin e Maduros. Është konsideruar si një grua e hekurt, e vendosur, e cila spastroi nga klasa politike venezuelane të gjithë ata që nuk e kishin përkrahur Maduron gjatë rrugtimit të tij drejt pushtetit. Emri i saj erdhi sërish në mediat botërore gjatë kohës që niprit e saj u arrestuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u dënuan për trafiqe droge. Shumë herë është konsideruar që ka bërë thirrje edhe ndaj Kanadas, edhe ndaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët e kanë sancionuar Floresin, duke thënë që duhet merren me atë dhe jo me familjen e tij. Por në fakt, edhe dita e djeshme, por edhe gjithë mediat botërore që i kanë kushtuar një profil të Cilia Flores, tregohet qartë që pas pushtetit të Maduros në fakt fshihej një grua, fati së cilës do duhet të shihet me atë që do ndodh në procesin e Maduros në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.